Çfarë dallon një student që ja del ose në thonjza me atë që ngel në vend? Unë them që një që ja del që në fillim. Ai duket që kur hecë, nuk I qelbet këmba kur hedh tjetrën. Atje duket një njeri, nga mënyra se si hecën. Jo sa bukur flet dhe sa ta mbush mendjen me ide boshe, po nga mënyra se si vepron dhe si e realizon gjërat e veta. Konfidenca. Po. Ka një gjë që një njeri po thot, unë e bëj këtë gjë, duhet ta bëj. Jo se bëra dot. Se po tha se bëra dot, je I dështuar që ke fjala që ke thënë e bën dhe se bën pastaj. Unë ta njerëz I dua shumë, po për fat të keq numërohen me gishtat e njerëz dorë. Dhe unë kam një zyrë që organizoj evente, kam hapur dhe agjencinë e punësimit dhe shoh që janë njerëz që kanë rrok shumë të mirë dhe thonë nuk e përballoj dot punën. Po ty s'po të shojmë në ushtri. Po le ushtri, se ushtria është bërë mirë tani, është bërë me rrokë, kupton? Ti hapi dhe rrokë shumë ushtar. Po janë njerëz që s'mbajnë dot ngarkesën, pra nuk e duan punën. Po se deshe punën ti nuk rritesh asnjëherë. Unë nuk jetoj dot pa punën, jetoj dot pa punën ti? Absolutisht, nuk Unë di për mua çfarë bëj me të shtunë të diel. Po, për mua kafja është harxhimi më idiot I kohës. Të rish kafe atje, të shohësh njëri tjetër, a më çfarë bëre sot? Po ja ika ke parukiera, kreja flokët, bëra thojnë, por mua kjo është harxhim kohe, kupton?